Mirëmbrëma gjithëve. Mirë se erdhe doktor Berisha në prezencën tonë këtë festë 35 vjetorit të themelimit të Lesh dhe Partisë Demokratike. Turoj shëndet, quhem Det Biba Njeqi nga Pllana, një ndër themeluesit e parë Partisë Demokratike në Lesh. Erdha këtu sonde se po shmenëm çdo mëngjes e çdo darkë të ngju televizorin, po unë s'mund fol me ta. Erdha mi thënë dy fjalë këtu, non se do gjaj mirë kuptimin tuaj, se s'pongjojmë asgjë tjetër, have veç miliarda, miliona lekë të vjetra. Ne jemi në opozitë, jemi të humun, 38 vjeç kam qenë kur ka filluar demokracia, sot po bëjnë 73. Jam i pakënaqur jo nga ana juaj, sepse gjatë kësaj periudhe jam da me vlla, jam da me kalamaj e me kret, me ju nuk jam da, sinqerisht e them. Dhe betohem se me të derë kam qenë gjithëherë. Ndaj, zoti Berisha do të gjej mirë kuptimin tuaj dhe të gjithë auditorit tu, që të mirë kuptojnë pak oponentës, kam qef me bo, edhe për arsimoshe dhe për eksperiencë që kam. Në Partinë Demokratike e shkollët mesme. Kur je i humun, ka nevojë për analiza. Unë nuk do të hyj se janë marrë fjallori i Shqipit nga aja deri Gëzheja me poshtërsit që bojnë këto. Zoti na çoj në këtë fatkeqësi, po socialistët e kanë pasuin mën ta 13 vjet e nuk bojnë zonë, as nuk kanë kohën. Edhe prap tani unë kam biseduar me miq që kam edhe majt edhe djath miq, thonë me ca flopa e jeme sa ku të pjellim e jotja, na skërkoj mas i lek vish mas merrni ju demokratët. Sinqerisht pa besoni, kjo është e vërtetë. Ndaj them unë këtu, si demokrat që kanë ideal, nuk bëhet fjalë për interesa personale se unë tani kështu shkoj puna, 6 kalamaj kam. Më i riu, si që thaj zotëria para folë, që unë jam këshpia. Prandaj zoti Berisha, edhe herë, du të mirë kuptoni, oponenca jeme e vogël ndoshta është në lidhje me të ardhmen që do PD-ja duke filluar nga sot dhe nesër. Fjalët janë marru për poshtërsitë e PS-s. Nuk e di se si e keni planin A, B, C në lidhje për sa i përket strategjisë për të fituar Partia Demokratike. Nuk ka diskutim kushtie. Je nana baba në thojza e Partisë Demokratike dhe e demokracisë në Shqipëri. Unë të kam ljek shumë. Këtu duhet një luftë. Situata është shumë e vështirë, ne po vujmë. Dikur kanë thënë që të hapë në na. S'po na lajnë me hartë, është 3-14 vjetë. Ina të mbijet u vetë. Kush e ka fajnë? Ne si auditor jo. Ne japim vota. Ne shkojmë votime. Na hupin votat. Juve jeni atje, për ju votojmë. I keni deputet, i shofë në revolt. Dikur ka pas kënaqësi me pa parlamentin. Sot e kena në veri, vish në gjellajmet. Jo nga ana juj, jo peden. Ndaj thash po bëjmë pak oponentës, bol keni luftu, nuk kam që thamë për ty, se unë së mu dhanë men ju, se ju jeni të menë shumë vetë, ju e menë shumë, po je edhe për botën, sinqerisht nuk ka bëjmë loje, dihet se kush jeni, edhe ban shumë sakrifit. Nuk mund vijon 73 vjeç ma. Kam marrë m'gam me shokët e mi që kam këtu njerëz që edhe m'njohin. Nga Thomana në Tiranë kam marrë m'gam, 98-ën. Po jo i hera, po me 10 herë. Ideali më ka qu. Ndaj thash, deputetet, sepse ne jemi edhe pa lek. Ne jemi edhe me nevoja ekonomike shumë domosdoshme. Shumica. Ndaj PD-ja ka ra kështu në gjumë. Ndaj u baj thirrje, sepse ne nuk du të në ngeli hadrja shpejt. Jo ky, jo aj, jo se një tjetër. Deputet shumë mirë. Që ku po e festojmë në për vjetorin e PD-s. Asnjë nga të kryetarët e Partisë Demokratike që janë qysh 91 nuk i ke këtu. Kanë ble makina dhe pallate. Kanë hik në Amerikë, i ke 6. Edhe jena në veri. Që du të mirë kuptojmë, sepse edhe juve tash nuk bëhe flas nga ana e krahinore me do lokalizmin, sepse e lokalizmin e ka do e Tirana me veri në jugun. Juve jo, jeni të rëku shumë i but. Na ke lanë ne mas dore, bile ke simuluat të të i thanë opozitare vlezër. Më falin se edhe kam edhe dy tjera, se nuk është të pozgjatëm se edhe kohë është lënë. Tjetra, zoti Berisha, në lidhje me strategjinë e Partisë Demokratike, nuk u fut ajo se sa japim lek tjerëve na, marrë me na bua dhe fushat, sikur t'ja u shedhan janë 1000 vetë dhe keme rrëthuat kryeministri Erbur,
Ma thot menja sepse doja kishin shëm ato gjama, doja kishin pris. Mendoj unë. Mendoj unë që ato lek mami e me na i badhan një që ka të rikë, se luftojnë për zote pa armë, se të ashim pa armë nuk e dumë, se ato e thonë. Por e komunizmi ka ra rraf kështu si nuk batë fjallë, thash. Ato nuk kërkojnë as i lek, jo me i pa me trëp, e gjanë e gjallë, po mi a pashem e në kretë një horë të reshin, sepse rëfara komunizmi dhe shpres në zotin. Kërkoj dhe mirë kuptimin prap, sincerisht, zoti Berisha, kushta ka lidh atë nyjen të drejtësisë tone që jena nga ata akoma. Ku është lidha jo pa drejtësia jote? Ku? Sikur ta heqësh atë edhe ti thush dikujta, sepse jo se të bën gjatë, jo në ngrata, po ti me të fut në ku do me të fut të delë, dole në drejtare, 300 ditë. Nuk ka bursit me lëdy, ja. Të lutem, ma ke mundësin, qofse mundesh, duke mas na i tërgu sekrete që kena mi bënë, se na i thoshim do t'ju bëjme, do t'ju mishim, ma mirë mas ma kalzuën e me mujtë e mja bënë surprizë, e mi i vëroha, mi i qitë fare. Ju falem derit shumë, ju përshëndes gjithë.